Ky insistim i zotit Kurti për zonën Haxhiu është vërtet i pakuptim dhe është si duket vetëm pasiguria e tij në faktin tashmë të njohur e të ditur e të dëshmuar që nuk i ka numrat për shumicën parlamentare. Unë megjithatë si kryetari i PDK-s do të vazhdoj të insistoj për një çështje bllokuese. Ne kemi dhënë propozimet tona jo vetëm për ndrimin e kandidatit, kemi propozuar edhe shkuarjen para për qeverinë e partive të opozitës dhe më vjen mirë që edhe presidentja Osmani Sadriu ka pranuar propozimin tonë si PDK për të thirrur një takim të gjitha partive politike, për çka shpresoj se të gjithë të përgjigjen pozitivisht për të shkuar dhe për të shprehë jo vetëm opinionet tona, por për të pasur një diskutim i cili shpresoj të rezultojë me një rrugë përpara si rrugdalje nga kriza. A mundeni kushdo për juve me jamu shmenën Albin Kurtit, një herë me ardhë çto edhe me nrrup kandidatën për kryetare, se kjo po duket tepër e vështirë për momentin, e pastaj kush mundet të jamu shmenën atij vullnetarisht mos më bëj kryeministër, sepse unë nuk kam shumë shpresë që është aq konstruktiv sa me bëni gjatë tillë. Shikoni, unë nuk kam dalë kundër një propozimi të tij. Po unë e kam shprehë qëndrimin tonë prej fillimit pse besojmë që është dashur me i dhonë dhe duhet me i dhonë vendit një qeveri tjetër. Por nëse të gjithë duhet jenë bashkë ta mbështesin një propozim caktuar për me u materializuar dhe automatikisht një prej tyre thotë jo, atëherë automatikisht këtë propozimi bien ujë. Kështu që nuk e di çka mund të them më shumë për atë propozim, cilin tashmë njëna prej partive, në këtë rast partia që ka numrin më të madh deputetëve e ka refuzuar.